Përshëndetje dhe mirë se vini të dashur ndjekës në podcastin ton të radhës Rishtazi. Sot do të kemi një bisedë interesante që lidhet shumë me aktualitetet, por jo direkt me ndonjë rast politik ose social, por si ato në fakt ndikojnë në mirëqenien ton, sidomos psiqike. Pse vendosa të bëj këtë podcast? Të jemi sinqert, ndjek shumë biseda të tilla në media të huaja ose në gjuhë të tjera, kryesisht anglisht, dhe në hapësirën tonë jo shpesh diskutohen probleme që kanë të bëjnë pikërisht në marrëdhëniet e njerëzve, por që diktohen nga situata të cilat janë dramatike, shoqërore, politike, qoftë lokale, qoftë ndërkombëtare. Dhe kam kënaqësinë që këtu në studio të kem fitore Bajrami Abdi, faleminderit që je këtu. Një mikesh, por gjithashtu një profesore universitare dhe një psikologe. Dhe disa herë kemi tentuar ta bëjmë këtë bisedë, por ja u krijuan rrethanat. Dhe siç edhe kemi fol fitore, unë do drejtohem kështu se më vjen më natyrshëm. Shpesh e kemi lidhur se çfarë shqetësime shkrijohen tek shoqëria jonë për shkak të një trysnie informacionesh që ne na vinë. Tash unë jam gazetar, përballem ditë për ditë me informacione të tilla, por edhe pak para se ta fillonim, erdhëm në konstatim që në rrethin ton shumë njerëz ankohen për tensione që ndoshta ju krijohen në familje, në shoqëri, për shkak të një grumbulli të madh informacionesh, trysnish që vinë dhe që kanë të bëjnë me një tension të madh shoqëror. Do të flasim për shumë çështje, por e lidhi këtë kryesisht edhe me rrjetet sociale, sepse edhe në atë diskutim që e bëm në përgatitje, tashmë nuk është një presion vetëm shoqëror, fizik, nga njerëzit që i rrethojnë, por është edhe një presion i madh digital që na krijon një lloj ankthi. Kështu që faleminderit edhe një herë që je këtu. Bëra pak një hyrje pak më të gjatë, por mendoj që është e rëndësishme sepse ata që na ndëgjojnë duhet ta kuptojnë që kemi të bëjmë diskutime mbi një çështje që na ndikojnë shumë në vetdijen tonë, në presionet tona, në mënyrën se si ne komunikojmë. Atëherë, unë do të rikthehem fillimisht duke të falenderuar për ftesën. Ka qenë një periudhë e gjatë, një kohë e gjatë që unë nuk kam dalur publikisht, ta them, dhe sigurisht për nderin tënd. Jam këtu sot me ty dhe gjithmonë temat për cilat ti më fton, do të më intrigojnë qoftë profesionalisht, por edhe si qytetar ose si një njeri i cili jeton me këto probleme çdo ditë. Ajo për cilën do doja ta vazhdoj, ndoshta atë që ti e thaje se po, fakti është që ne po jetojmë në një kohë e cila detyrimisht është e re për të gjithë. Ajo që është interesant njëjtë, edhe unë derisa po lexoja disa artikuj kështu të huaj dhe theksonte që secila gjenerati ka sfidat e veta. Kuptimin që në qoftë se gjeneratat e mëparshme, themi ato që tani ne i quajmë si shaka, kur prindërit tonë kanë udhëtuar për shkollë, ne kemi sfidën e digitalizimit, qoftë si prindër, qoftë si individ. Dhe çfarë sjell, cilat janë rreziqet, cilat janë përparësitë, se domosdoshmërisht do të ketë edhe përparësi. Por ka një narracion, do thotë narracioni në qoftë se dikur më përpara ishte se teknologjia është e mirë, teknologjia është sjell fitime, narracioni i fundit, posaçërisht në aspektin e prindërimit, është që tani më nuk është që fëmijët të rinë në telefon, është plotësisht e kundërta. Informacionet që ne i marrim zakonisht, do thonë janë shumë të paselektuara. Kryesisht krijohen nga algoritmet e secilit prej interesave tona. Dhe çfarë ndodh kjo? E njëjta neve na vendos në një trysni se ku jam unë, ku du të jem, ku du të përkas, a jam unë kjo që duan të më shohin të tjerët. Po ja, duhet ta diskutojmë hap pas hapi, se në çfarë kuptimi. Në fillim fare, e përmendëm me pak para fillimit, është atë që unë e vërej, dhe ndoshta a kam të drejtë ose jo, nuk e di, por njerëzit ankohen për anksiozitetin, për një gjendje emocionale të cilën ndoshta nuk e kemi dëgjuar shpesh më përpara, ose ndoshta nuk e kemi vënë re, se ndoshta ka ekzistuar, por tani fokusi është i tillë. Çfarë është anksioziteti që ta kuptojmë dhe çfarë të shkakton ankthe në jetën e përditshme dhe pastaj të lidhemi me këtë trysninë e informacionit që kam përshtypjen që edhe kjo e krijon. Atëherë, çfarë është anksioziteti? Anksioziteti do thotë është një gjendje psikologjike e cila kryesisht është e shoqëruar me
simptome frike, jo reale, në kuptimin se diçka po ndodh, diçka të cilën unë nuk e kam në kontroll dhe qenja ime, organizmi im nuk mund ta përballoj të njëjtën. E njëjta shoqërohet, mund të jetë shoqëruar me sulme paniku dhe mund të jetë shoqëruar me frikë, temi, ta them, reale që individi realisht e ndjen, por është përtej mekanizmave të tij kontrollues. A jemi bërë ne më shumë anksioziteti ka ekzistuar gjithmonë, definitivisht, sigurisht prej kur ekziston njerëzimi, por që mendoj që stresor të caktuar, rrethana mjedisore, të cilat ndoshta dikur të tjerët nuk e kanë pas, intensiteti tyre është rrit, dinamikat të cilat ne jetojmë definitivisht të parët tanë themi ose paraardhësit tanë nuk i kanë përjetuar me këtë tempo të cilën po e përjetojmë tani. A duhet shqetësuar? Po duhet shqetësuar për shkak se posaçërisht periudhën pas Covidit ka një rritje të personave të cilët ankohen me gjendje anksioziteti ose simptoma të cilët shoqërojnë anksiozitetin dhe kjo realisht neve na bën ndoshta nga anën time profesionale është se sa realisht ne bëjmë ose çfarë ndihmë mund të ofrohet këtyre personave. Ja pikërisht këtu e përmendë Covidin. Pse mendon që pas Covidit është më tepër, sepse e shkaktoi atë frikën dhe panikun për sigurinë tonë, për jetën tonë dhe tani është pasoja? Njëra ndër arsyet është ajo, se normalisht ajo që ne përjetuam gjatë Covidit, më thënë ishte një situatë e jashtëzakonshme në nivel botror, më thënë bota u ndal dhe u stopua në të njëjtën kohë, ne shikonim rrugë të zbrasta, shikonim qytete të zbrasta nëpër fotografi, sado që ishte e mahnitshme, po kishte një si them, e frikshme, e mahnitshme në anën tjetër. Jo të gjithë personat e përjetojnë njëjtë. Izolimi, do thotë njëra ndër simptoma shoqërues ndosë ose faktorët që shkaktojnë anksiozitetin është izolimi dhe frika për ekzistencën tonë. Besoj që gjatë asaj periudhe ne në bisedimet të zakonshme me njerëz, fjalia e dytë ose e tretë që është paraqitur është frika për anëtarët tjerë të familjes. Jo gjithmonë ka qenë e shoqëruar për ne, për veten, por qoftë për prindërit, për fëmijët dhe masandej kishte shumë narracione, do thotë gjatë asaj periudhe që ishin aktive, siç ishte narracioni i parë ishte vaksinat, kush ishte pro dhe kush ishte kundër, që të mund të jesh në një moment në të cilën ti nuk mund ta dish, a duhet ti besosh një organizate shëndetësore botërore e cila dilte me deklarata se virusi është i rrezikshëm e tjerë dhe në anën tjetër kishe komplet një narracion tjetër në të cilin theksonin se vaksinat të vrasin. Dhe është më se normale dhe zakonshme të krijohet. E tani, çfarë ndodhi pas Covidit? Vetëm edhe një pyetje se e the pak më herët që lidhet me Covidin, por edhe më bëri përshtypje kur the nuk e flasim sa ç'duhet. Pse çështjet e tilla nuk fliten sa ç'duhet, profesore Shfitore? Kjo është pyetje $1 milion. Ne vazhdojmë se e di pse më bën përshtypje se u lidhëm si shoqëri apo jo vetëm ne në gjithë botën me vaksinat, me dyshimin e madh të vërtetësisë ose jo, por askush nuk lidhet me këtë shqetësimin që e kemi pas konstant të gjithë me këtë frikën. Për shkak se disa nga faktorët, njëra nga faktorët është shoqëria jonë ka pas gjithmonë tendencë të mbulimit të situatave të tilla. Do thotë, po nisem ndoshta shumë më përpara. Tentativa ka qenë se shqetësime të tilla janë shqetësime të cilat duhet të mbulohen, në kuptimin që kryesisht janë etiketuar me turp, do thotë dhe janë etiketuar themi me një njoll ose me një stigmë që vazhdon të bëhet individëve të cilët kanë çrregullime themi ose vështirësi, do thoya, jo vetëm çrregullime të mirëqenjes emocionale ose mirëqenjes mentale. A ka ndryshuar? Sigurisht se ka ndryshuar shumë, mirë po ende duhet bërë për shkak se tentativa, tani kemi një moment tjetër, kemi vetëshërimin, që është njëjtë, po aq i rrezikshëm sa është mos mbulimi themi, në kuptimin që për shembull para disa kohësh ne lexuam raportet se sa lirshëm te ne merren tableta qetësuese. Do thonë kuptimin që merren pas një lloj recete dhe nuk ka ndonjë lloj cenzurimi, lirisht mund të shkosh në barnatore dhe të marrësh. Dhe tani kjo është ajo tentativa, është e njëjti narracion, është për ta mbulu, po për ta zgjedh problemin brenda dyrëve të shtëpisë, kuptimin mos të dalë jashtë dhe mos të kuptohet. Rreziqet janë shumë të mëdha. Nazim për shkak se një ka abuzim në pjesën e farmakologjisë, e dyta është ndihma duhet të jetë profesionale.
më thonë duhet jetë në shërbime psikoterapeutike dhe duhet jetë me persona të cilët realisht janë të profilizuar për t'i trajtuar ato çështje. E di që kjo pyetje e radhës është pak klishe, po më duhet ta bëj. Por edhe ndoshta edhe ndryshon mendimi se në disa studime që unë i kam parë edhe që ti i ke parë, një brez i ri nuk e ka problem të thotë që do shkoj te një terapist, që do shkoj të konsultohem, ndërkohë brezi i vjetër e ka konsideruar për turp. Prandaj pyetja, sado që ti jetë klishe, a është hap shoqëria për të diskutuar këto tema? Është hap. Realisht mendoj që është hap, për shkak se ne ndoshta millennials ishin brezi i fundit që janë edhe këtej antej, do thotë, dhe kjo është tendenca jonë që ndoshta shpesh ndodhemi në atë dualizmin. Jemi, nuk e di, ndoshta kontradiktor në mendimet e tona, por që realisht mendoj që është hap. Posaçërisht gjeneratat e reja mendoj që nuk e kanë të vështirë dhe nuk e kanë problem të flasin për stresin, të paktën për nivelet e stresit, dhe kjo mendoj që ka ardhur si rezultat i posaçërisht prindërve millennials, që në një farë forme qoftë kanë përjetuar ata, ishin më tolerante, realisht ishin të hapur për të diskutuar këtë çështje, qoftë brenda familjeve dhe pastaj që ata fëmijëlirshëm të flasin, themi, për një shqetësim të natyrës minore, kuptimin, ku e di, një mërzi, një vështirësi emocionale, një mos përballim një konflikti që jo detyrimisht mund të çojë anksiozitet, por gjithsesi unë po mendoj se shoqëria jon ka nisë, është hap sigurisht, por po shkon ndoshta në kuptimin e më të mirës për të fol ose për qenë i hapur, se tani kjo ka aspektin tjetër negative ka. Për ta kthy pak në humor, domethënë nëse shkonte psikologu, nuk është je i çmendur, po thjesht ke nevojë siç do kishe shkuar për organet e tjera të trupit. Më vjen mirë që realisht e thaje këtë Nazim, se pavarësisht që ne themi se klishe, ndoshta në këto mjediset tona ku këto biseda janë shumë në rregull, janë shumë normal, mendoj që për një pjesë të shoqërisë vazhdojnë të jenë tabu. Psikologu është një person, psikoterapeuti realisht është një individ i cili është aty për një vështirësi tënde emocionale, qoftë ajo probleme me kolegë, qoftë një anksiozitet, qoftë një stres i përditshëm, të cilin realisht organizmi jot nuk ka kapacitet ta përballojë, dhe pasandej mos flasim. Psikiatri është komplet diçka tjetër. Domethënë është kujdes ndaj shëndetit mental, ashtu siç kujdesemi për nevojat tona, do thotë, edhe kjo është një nevojë domosdoshme. Dhe tani, me që bëm këtë si hyrje dhe për të sqaruar pak, ndoshta edhe më në detaje për ata që na ndjekin, që ndoshta kanë pas shqetësime të tilla që na shfaqen të gjithëve, dua tani ta kanalizoj bisedën pikërisht tek një nga arsyet pse të ftova, që kjo trysnia e madhe që ne hasim ditë për ditë dhe që lidhet me informacionin, me tensionet në shoqëri, me përplasjet politike, sidomos ato vendore, por edhe ato globale, sa ndikon në mendimin ose në shëndetin mendor të qytetarëve? Ajo që Nazim besoj ti shumë ma shumë se unë është ne kemi një liri të plot të shprehjes, rrjeteve sociale. Po anën tjetër kemi një mos cenzurim të hatashëm, domethënë gjithë ato gjëra që ne nuk i kemi parë tani i shohim përmes videove dhe i shohim përmes komenteve ose postimeve. Ndikon shumë, posaçërisht themi në qoftë se ndërtimi im, do thotë, varet nga mendimet të cilat plasohen, themi, nga statuset e individëve të caktuar. Besom që mund të bëj një prerje të jashtëzakonshme, ndoshta në... Ja ta bëj pyetjen më direkte. Sa anksiozitet, sa shqetësim mental të shëndetit, ose sa pasoja të shëndetit mendor krijon presioni digital? Tani unë nuk mund të flas me numër ose me kështu, por definitivisht shkakton presion për shkak të tendencës për të arritur një trend të caktuar. Do thotë, çfarë ndodh? Domethënë, ndonjëherë kam përshtypjen se jetojmë në një eksperiment të madh social. Plasohet, qoftë një trend, qoftë një fjali, qoftë një veshje, dhe tani ajo hudhet ai trend. Dhe është sikur çështja e grepit, kush e kap dhe si e kap. Tendenca qëndron në atë se në qoftë se nuk kapet ai trend e një pjesë e caktuar e individëve, themi ndoshta adoleshentëve dhe ndoshta një pjesë pak më të vogël e personave pak më të rritur, është se
është përshtatje të qenurit pjesë e grupit. Dhe tani kjo lidhet edhe me psikologjinë, se sa ne realisht e kemi të rëndësishme të jemi pjesë e grupit, por derin sa ne mund ta ruajmë individualitetin kur jemi pjesë e një grupi të caktuar. A lejojon që natyra ime të shkrihet, të dorëzohem grupit e them në thojza, ose mund të jap diçka grupit tim, kështu që Po mirë, ja ta demistifikojmë ose ta bëjmë pjesë këtë pjesë. Pse ka nevojë njeriu të jetë pjesë e grupit një herë? E para është se ne jemi qenje sociale. Do thonë ne jemi qenje vetëm më sociale në rrezullin toksor dhe ne jemi të krijuar të tillë që ne dëshirojmë të përkasim. Njëra ndër nevojat e tona bazike është nevoja për përkitje, e cila nis qysh në fëmijërinë e hershme, do thotë nis në socializuesin e parë, që është familja, dhe pastaj vazhdon në të gjitha shkallat tjera. Ne kemi nevojë për të qenë me të tjerët, për shkak se ashtu ne socializohemi dhe jemi pjesë e mjedisit ose rrethit në të cilin e jetojmë. Kur ne jemi me të tjerët ndodh që të jenë ai matësi i qëndrimeve tona, matësi i mendimeve tona. E tani është ajo ana e rreth e kësaj. Sa realisht ne grupi mund të na marr, mund të na pushtoj, ose mund të ruajmë. Është kjo dëshira sigurisht për përkatësie. Prandaj jemi pjesë e grupeve të caktuara. Por paralelisht njeriu kërkon të jetë individ. A ka dhe a bëjnë presion rrjetet sociale, bota digjitale, kur të thonë që ti duhet të jesh vetvetja, që ti duhet të jesh original, që ti nuk duhet të përkasish në grup. Sa kontradiktore është kjo? Është shumë kontradiktore. Në fakt, unë mendoj që ne duhet të përkasim një grupi të caktuar dhe realisht ne i përkasim edhe grupeve bazike, qofshin ato gjinore, për shembull, qofshin të orientimeve tona, por gjithsesi ne një farë grupi i përkasim. Trendi anën tjetër është po, më thënë promovohet shumë të qenurit vetvetja, të qenurit autentik. Kjo domosdoshmërisht shkon me zhvillimin profesional, emocional edhe intelektual tonin. E tani kemi një sfidë në anën tjetër, sa realisht ne mund ta ruajmë individualitetin ton të qenë pjesë e një grupi. Në një realitet të shëndosh, kjo bëhet shumë lehtë, për shkak se ne zgjedhim pjesë e cilave grupe dëshirojmë të jemi. Dhe ajo shoqëri apo pjesa tjetër e grupeve duhet ta pranojë këtë apo jo? E pranojnë si të tillë, për shkak se ta themi, ja në këtë kontekst unë e ti, do thotë mendimet tona lart poshtë janë të balancuara në kuptimin e vlerave, në kuptimin e të qenurit të hapur, dhe kështu që ky grup mund të krijohet natyrshëm. Me kalimin e kohës, themi, në familjen e hershme ndodh që në disa grupe ne nuk mund dalim lirshëm, po për atë shkak kemi zhvillim dhe rritet vetdia sa më shumë se te cili grup duhet të jemi dhe te cili grup realisht. Okej, këto janë në terma të përgjithshme, por kur e bëjmë këtë në terma sociale dhe kur e marrim këtë trysninë e madhe që na shkaktohet, sidomos nga problemet shoqërore, nga tensionet e mëdha shoqërore, njeriu hyn në konformizëm pastaj apo. Dhe duam apo nuk duam, ne e kemi atë konformizmin social, politik të realitetit ton që na ndikon shumë. Çfarë shkakton kjo në psikën e një njeriu? Çfarë shqetësimi shkakton kjo kur shfaqet një trysni kaq e madhe? Konformizmi, themi, ka qenë pjesë e gjitha shoqërive me radhë po edhe të tona. Më thënë, ka më shumë faktorë. Më thënë, varet cili është ai faktori dominant i shoqërisë në të cilën ne jetojmë, qoftë, si thajti trysnia politike, digjitale, që mendoj se në epokën tonë konformizmi digital është mjaft i fuqishëm. Çfarë na çon? Do thotë, prap lidhet me nevojën e përkitjes dhe frikës se do të penalizohesh në qoftë se ti je vetëm. Do thonë, historia njeh pak individ të cilët ja kanë kthyer shpinën, e them në thojza shoqërisë, për qoftë një ide, qoftë një mendim. Pse? Për shkak se thellë në shpirt ekziston frika e përjashtimit dhe të qenurit vetëm. Sado që të tingëllojë, themi, kjo është shumë ndoshta avangarde si ide, por nuk është e lehtë, themi, të jesh vetëm ose të gjithë të kenë kthyer shpinën. Në anën tjetër, pjesa e konformizmit është se mendimi jot validohet nga një pjesë e madhe e individëve tjerë. Tani, shoqëria jon po krijon
konformist, fatkeqësisht një lloj të menduarit grupor, për shkak se një narrativ krijohet nga të tjerët dhe kemi pastaj ndjekje në mënyrë të verbërisht të narracionit kushdo që e krijon. Rreziku ku qëndron? Humbja e individualitetit, humbja e të menduarit kritik, kuptimi se hajde ndoshta ta shoh çfarë ka këtu, a më përshtatet. Kjo shoqëri nuk është t'ja leju shumë individualitetin për shkak se penalizimi është shumë më i madh se sa që ka ekzistuar më përpara. Do të thonë e ke këtë termin e ri, cancel culture, do të thonë të zhduk, të zhbin. Vetëm se nuk përket në linjën e ty. A kam të drejtë kur them, ose a kemi të drejtë si individ që më shpesh e dëgjoj këtë si shqetësim, kur thonë që ka një përplasje më të madhe tani, politike, shoqërore, mes grupeve të ndryshme, se që mund të ke qenë pak më herët, kur them pak më herët, disa vite më përpara, dhe pikërisht kjo përplasje ideologjike, shoqërore, kulturore, krijon këtë tension mes nesh? Nuk jam e sigurt ta themi se realisht është më shumë, por që është më prezente, po. Se realisht teknologjia na ka mundësuar që neve ndonjëherë të krijojmë ndoshta një realitet të rrejshëm. Ideja është që aq shumë i kemi të ekspozuar gjërat para nesh, saqë të krijohet tendenca se kjo gjë tani është shumë prezente, që nuk ka ekzistuar më përpara. Por e bën këtë që thua ti, për faktin se tani i është dhënë mundësia edhe individëve që ndoshta në asnjëherë në asnjë lloj forme nuk do të kishin mundësi për të shprehur një mendim të tyre dhe i është dhënë hapësira në një lloj forme. Është demokratizuar hapësira e përbashkët shumë. Realisht po, tani ne në qoftë se kemi dëgjuar përpara përplasje idesh midis politikanëve, midis shkencëtarëve, ne sot dëgjojmë nga shkencëtari deri tek qytetari i rëndomt. Për shembull, në këtë podcastin ton mund të lexosh mbi 50 komente të cilat detyrimisht nuk kanë lidhje as me profesionin tim as me tëndin, por thjesht individi ka të drejtë ta shprehë mendime. Dhe kjo e ngrit tensionin për shkak se ta them, këtë që po e flas se besoj që e kam të bazuar në ekspertizën time, dhe pastaj lexoj një koment nga një individ i cili thotë po kjo që po flitni ju nuk ka të fare të bëjë me këtë. Kështu që po tensioni rritet për shkak se ndarja e mendimeve nuk është e nivelizuar. Mua më ka bërë përshtypje dhe më bën përshtypje shpesh kur sfidon dikë me një mendim të kundërt, jo ideja që ti ja jep mendimin e kundërt, por më ka bërë përshtypje që përkasin disa njerëz në grupe të caktuara që asnjëherë nuk ishin sfiduar me argumente ose kundër argumente të bindjeve të tyre. Dhe kjo më bën natyrshëm ta pyes veten, po edhe ty apo aq të mbyllur janë këto grupe që pastaj krijojnë grupe të tjera të mbyllura shoqërore, politike, saqë kanë arritur në stadin që as nuk duan ta dëgjojnë mendimin kundër? Të arrish në atë nivel të vetdijes, Nazim, që t'jesh i hapur ndaj mendimit të kundërshtarit, në këtë rast ose të një individi i cili ka një mendim tjetër, kërkon një vetdije shumë të lartë, kuptimin e asaj që ti kundërshton idenë time dhe nuk kundërshton personalitetin tim. Dhe tani çfarë krijon? Po, kjo krijon disa grupe të izoluara, do thotë me mendime të mbyllura, për faktin që nuk ka jo komoditet aty, ka vetëm komoditet. Do të thonë ka faleminderit të lumt, bravo, do të kuptimin është një lloj reciprociteti i rrahjes së supeve. Pra krijohet një zonë komforti që ti nuk do të dalësh prej asaj. Po, po kjo është një logjikë e strucit, ti e fut kokën në dhe dhe nuk do të shohësh se çfarë ka. Kjo logjikë nuk prodhon produkt, nuk ka produkt, do të thonë kjo logjikë nuk prodhon rritje. Do të thonë kjo prodhon regres, stagnim. Për shkak se njerëzit prodhojnë, njeriu si qenie njerëzore prodhon atëherë kur është në gjendje të jashtëzakonshme, kur del prej situatës së komoditetit. Atëherë edhe truri krijon më shumë ide se sa kur është në gjendje komoditeti, kur është në atë safe zonën e tij. Kështu që po kjo që është e rrezikshme dhe ndoshta në këtë drejtim duhet sfiduar pak më shumë. A mendon që ka një përplasje shoqërore e cila buron nga politika, nga një vokabular agresiv që e prodhon politika dhe pastaj
transferohet në ato si të themun kanale digjitale të cilat e përhapin, e amplifikojnë në përmasa që ndoshta as nuk e kishim menduar që mund të arrijnë. Politika nuk ka qenë asnjëherë në interesat e mia, por që ato janë qëndrime realisht, me cilat ne merremi. Në atë kuptim të them. E kam plotësisht të qartë, realisht për shkak se krijuan shumë tabore mendimesh, dhe tani zakonisht udhëheqësi ndiqet verbërisht, qoftë edhe them edhe me gabimet e tij, do thotë edhe me qëndrimet e tij, dhe pastaj prodhon ndjekës të cilët ato ide shpërndahen në grupet e tyre, dhe pastaj ai qëndrimi çfarë ndodh? Ai qëndrimi shndrohet në një dogmë në të cilën ti e ruan me shumë seriozitet dhe nuk e le askush ta kundërshtojë. Dhe ta themi, ndodh që atë që paraprakisht e përmendëm, krijohen këto grupet e mbyllura që këta ndjekës nuk e kanë kapacitetin për ta mbrojtur për shkak se qëndrimi nuk ka qenë i tyre. Është krijuar, është bardh prej dikujt dhe është marrë si i gatshëm. Në asnjëherë ndoshta në momente të saktuara nuk është analizuar se sa realisht unë përshtatem me këtë qëndrim të marrë, themi, ose të huazuar nga një institucion, parti politike ose ideologji, thonë më ndryshe. Dhe këtu në ato pikërisht në ato përgatitje që bëra, domethënë kur shikoja ishte edhe termi ideologji përveç se politik. Sado që nuk du të vë në pozicion se e di që nuk merresh me pjesën politike fare, por kohëve të fundit ne shohim një përplasje të madhe ideologjike edhe në rafsh global. Por edhe në kontekstin ton. Konservatorizmi përballë liberalizmit ose e majta përballë të djathtës, edhe pse kjo nuk përmendet shumë, por më tepër i mveshet asaj të parës që thash pak më herët. A mendon që shoqëria jon po kalon ankthe në shtëpi, në raportet familjare, pikërisht se këto struktura që janë të fuqishme në kuptimin politik të fjalës, në fakt ushtrojnë trysnime për plasjen që krijojnë? Realisht, derisa po flisja, më vinin në mendje disa asociacione dhe po e mendoja veten, themi, në këtë që po thua aty, dhe po mundoja ta pozicionoj veten. Detyrimisht, ndoshta kjo gjenerat e ka një detyrë shumë të rëndësishme, që ndoshta më përpara nuk e kanë pasur shumë, pozicionimin. Ku jemi ne, ku qëndrojmë? Balansi është e vështirë të mbahet. Thonë, nuk mund të qëndrosh edhe liberal dhe pak me ide të marra, themi, nga lëvizje tjera. Kjo kohë kërkon pozicionim qoftë në raportet të shkencës, themi. Për shembull, e përmenda une, kishim ne narracionin e vaksinave kundër vaksinave, dhe realisht mesazhi ishte i qartë, ishte do t'i besosh shkencës, themi, që supozohesh se në atë kohë ishte shkenca, ose do t'i besosh një narracioni tjetër. Të gjitha kërkesat për pozicionim prodhojnë anksiozitet. Të gjitha kërkesat që vinë qoftë nga shoqëria, qoftë nga narracione në nivel global, pozicionojnë, në fakt shkaktojnë një nivel stresi tek individet, por edhe te shoqëritë. Për shkak se kërkesa është kjo, të zgjedhësh anë, dhe të zgjedhësh anë asnjëherë nuk ka qenë lehtë dhe nuk do të jetë as për ne. Ideja se kërkohet një lloj ndryshimi që ndoshta duhet ne vetë ta bëjmë fillimisht si qenje, si prind, si qytetar, dhe pastaj këtë ndryshim ta përcjellësh ti si model. Por ndryshimi, pozicionimi gjithmonë ka pasoja të cilat ne nuk mund t'i themi se unë nuk flas për këtë. Në qoftë se unë deklaroj, ajo do thotë që unë duhet mbaj përgjegjësi, por edhe pasoj mbi atë fjalë ose mbi atë pozicionim. Po Mirja, këto që e krijojnë tensionin shoqëror nuk janë të paditur. Nuk janë të pa shkolluar të paktën, dhe një bazë normale ose një bazë elementare të kësaj që flasim e din. Aq të pamëshirshëm janë në qëllimet e tyre sa që mund të çmendin edhe krejt popullin dhe mos mërziten? Kjo është, është përtej kapacitetit tim për të përgjigj, por gjithsesi do t'jap mendimin tim. Unë mendoj se jo gjitha gjërat Nazim mendojnë në këtë formë siç e themi ne, do thotë ndryshimet shkojnë, themi, me pasoja që vinë pastaj, themi.
edhe zhvillimi, edhe rritja, edhe edukimi e ka një çmim të vetin. Kuptimin e ka një çmim, ja, po nisem në nivel shumë individual. Koha që ti kalon për t'investu në veten është kohë e humbur me familjen tënde. Dhe tani, po në qoftë se si ti do të ma parashtroje këtë pyetje në nivel individual, unë të thoja jo, absolut nuk jam e çmendur për shkak se unë po bëj diçka e cila do të jetë më e mirë për fëmijët e mi detyrimisht, por jo në këtë moment. Kështu që mendoj se përgjigjja ime është kjo, kur këto politikat themi në nivel global bëhen, nuk është se analizohen në këtë qëllim, kuptimin se po çmendin. Eksakt, ata që ideojnë këtë nuk e bëjnë për ta çmendur njerëzin, por rezultati është i tillë. Rezultati është i tillë dhe kapaciteti jon, do thotë është kapaciteti jon për të përballuar, do thotë rritet ose në anën tjetër zvoglohet, e për në anën tjetër është se si do t'i zhvillojmë ne strategjitë e përballimit. Sa realisht shoqëria jon është mbështetëse për të na dalë në krah atëherë kur ne do të hasim në vështirësi. Tani pse e bëj këtë bisedë? Unë e thash, kemi bisedu bashkë edhe privatisht me ty dhe me të tjerë, është njerëzit ankohen që nuk janë rahat, që kanë tensione në shtëpi, që ju vjen një tension familjar, ndërkohë që nuk kanë probleme çiftet për shembull njëri me tjetrin. Dhe kjo si duket është për shkak të trysnisë që po e diskutojmë në vazhdimsi, për shkak të atij sensi të pasigurisë që politika ja jep shoqërisë, për atë frikat që ja shkakton se do të vijë një pasiguri e madhe, një pasiguri ekonomike dhe sigurisht kjo pastaj reflektohet dhe shpërthen tek njëri tjetrin, apo. Por kur e përmbledhim këtë, natyrshëm lind pyetja dhe me siguri edhe logjika jote ishte në atë drejtim, se çfarë do të bëjmë ne? Çfarë do të bëj unë si individ ose nëse ti e zonja e vete sepse me këtë punë merresh, por çfarë do të bëj një individ që përballet vazhdimisht me këtë trysni të madhe pasigurie që mos i kanalizohet kjo në anksiozitet ose në probleme familjare. E para duhet ta flasim, do të kthejmë një hap më përpara. Do të atë që thaje se po e flasim dhe kjo është mirë, dhe kjo është hap shumë pozitiv në qoftë se ne jemi të hapur për ta folur dhe për të thënë qoftë partnerit ose familjes se unë kam një tension, themi, të vazhdueshëm qoftë një afat që s'u pembrin kohë ose ndonjë situatë tjetër. Çfarë duhet bëj? Duhet kërkojmë ndihmë, Nazim. Duhet kërkojmë ndihmë në mënyrë të hapur. Kuptimin që mendoja që studimet kanë tregu bile që një person i cili kërkon ndihmë kalon shumë derë të gabuara derisa arrin te psikoterapeuti. Mendoj që e njëjta është edhe në shoqërinë tonë. Rrallë herë dera e parë është terapisti ose psikoterapistja, pothuajse e fundit është kalohet në të gjitha derët tjera, por sido që tjetë, duhet edhe një vendisim pak më i madh edhe të personeleve tjera, ta themi. Sot ka një ndryshim, për shembull në qoftë se shkon te mjeku am, do të kanë nis të ketë një vetdije që ai të drejton, thot, me të gjitha, thot, je shumë mirë, ndoshta është mirë që të kërkosh ndihmë prej terapistit. Kjo është hapi i parë. Do të hapi i parë është të flasim hapur, dhe në anën tjetër është shumë e rëndësishme mbështetja që realisht marrim fillimisht prej familjes primare, do thot prej antarëve më të ngushtë të familjes. Sa realisht familja jote themi ose personat me të cilët ti qëndron pjesën më të madhe të kohës janë të hapur që ti të flasësh për vështirësi të tilla, as probleme ndonjëherë nuk u kisha thënë. Kuptimi se sa janë ata të hapur të mbështesin në rrugtimin ose në kërkesën tënde për ndihmë, në anën tjetër edhe të facilitojnë që të ngjesh trajtimin e duhur. Po kur e përmend këtë, çështja është dhe nëse lidhemi me atë përkatësinë e grupit, a krijohet frikë që mos përjashtohesh, se do thonë ja ti tani ky njeriu që është tregu i dobët, ti ose ajo, dhe si rrjedhoi ti përjashtohesh nga ai grup që përket. Sa është frika nga përjashtimi i grupit që në vetvete përsëri na kthen te cikli parë, por duhet ta përmendim. Po, fatkeqësisht po. Do thotë ekziston ende është aktuale ideja se nëse ti vendos, themi, ti dalësh zot vetes dhe të kërkosh ndihmë, në anën tjetër do të përjashtohesh nga një grup tjetër në të cilin ti mund të shihesh si dobët për shkak se nuk e pas kapacitet. Por kjo shkon me edukim, Nazim. Do të thonë,
Po flas prej ne në bisedën tonë paraprak e folëm që ka një dallim te gjeneratat, posaçërisht te Gen Z-a, të cilët janë më të hapur, themi, për shkak se ky model i është servu atyre. Dhe unë mendoj që këtu është çelësi. Ky është shembulli që duhet marrë ndoshta, se përderisa është folur, e konsiderojnë normale dhe është në rregull ta flasim. Në të kundërt krijohet një shoqëri agresive, kemi një shoqëri shumë agresive. Ti shikon njerëz që për një përplasje makine përfundojnë në grushta. Për një shqetësim të vogël ngrihet zëri dhe krijohet një lloj tensioni i madh mes dy vetave. Kjo është rezultat Nazim i frustrimeve të ndoshta të patrajtuara, ndoshta ose traumave që dikur nuk kanë qenë të folura, themi, kanë qenë të represuara, domethënë ato kanë krijuar masandej një shtresëzim të themi të gjithë asaj. Agresivitet sigurisht që ka se cila shoqëri, por na normalisht flasim aty ku jetojmë dhe kjo që e cila unë mendoj se Chelsea nuk ka një formulë, domethënë e cila do të ishte, do doja dhe unë posaçërisht nën rolin tjetër si prind do doja që e tilla mos të ekzistojë, po mendoj që ne si individ mund të bëjmë me fëmijët tanë, mund të bëjmë me komunitetin të cilën ne i shërbejmë. Ne duhet të shërbejmë fillimisht komunitetit tonë, lagjes tonë, komunës tonë dhe pastaj shumë mirë. Po ja, në qoftë se na dëgjojnë ata që prodhojnë kaq shumë tension shoqëror, pasiguri, agresivitet, një lloj gati lufte, gjendje lufte mes dy palëve, flas në kontekst politik, shoqëror apo të njerëzve që përkasin në grupe të ndryshme. Çfarë apeli do t'ju bëj atyre për të pasur parasysh se në fakt po krijojnë dhe pasoja më të mëdha se sa thjesht tërheqje i tharësh. Unë do t'i kisha ftuar themi në gjën më bazike, të qëndrojnë pak me veten dhe të dëgjojnë themi ato zërat e brendshëm. Secili frustrimi joni ka një burim. Ne ndonjëherë vendosim ta injorojmë atë, por është mirë që në qoftë se kapaciteti jonë është i limituar për të mbri deri te ato ndjesitë tona më të thella, gjithmonë ekzistojnë njerëz të cilët mund të na ndihmojnë që ta kanalizojmë atë. Për shkak se edhe agresiviteti është energji, realisht. Në qoftë se vendosim ta shndrojmë në agresivitet, e bëhet destruktive, por atë energji definitivisht mund ta përdorim për të sjellë diçka shumë më të mirë shoqërisë, qoftë një mendim progresiv. Po sigurisht është më e lehtë ta thuash se sa ta bësh, apo. Se jam shumë e vetëdijshme në këtë pozicion. Kur i dëgjon këto politikanët tonë se si gati nuk i kanë nxjerr shpatat për të vrarë njëri me tjetrin, atëherë çfarë do të bëjnë thtarët pas tyre, apo? Është modeli. Nëse ndryshohet modeli, ndryshon narracioni. Nëse ndryshohet narracioni, ndryshon qëndrimi. Krejt në fund erdhëm në fund. Po erdhëm, ne mund të vazhdojmë edhe më shumë, por mendoj për ta rumbullaksu këtë çështje sa ndikon, dhe pastaj do të pyes edhe një pyetje tjetër, por sa ndikon në shqetësimin e secilit prej nesh kur vazhdimisht dëgjojmë se shoqëria jon nuk do të ecë përpara, se shoqëria jon nuk do të ketë rroga, se shoqëria jon do të përballet me rritje çmimesh, se shoqëria jon antarë të shoqërisë tonë do të humbin vendet e punës, se të gjithë na rrezikojnë, se të gjithë na duan të keqen. Pra një lloj debati shoqëror ku çdo gjë është e bazuara te frika, te negativiteti. Ky narracion prodhon stres, prodhon frikë dhe prodhon pasiguri. Realisht, në qoftë se ne në pjesën më të madhe të kohës, kjo na bësh thirrja se ti nesër nuk do jesh, ti nuk do të kesh vendin tënd të punës ose nuk do të jesh i sigurt. Në anën tjetër, ndoshta është ai plani në background i cili na krijon një shoqëri konformiste. Domethënë, për shkak se frika është atje, se në qoftë se unë nesër nuk do të jem në gjendje të siguroj jetesën time, atëherë unë do të bëhem pjesë e një grupi i cili mund të më ndihmoj që të mbri atje. Domethënë, kjo është rezultati. Në qoftë se narracioni është i tillë, qëllimi është të prodhohet frikë dhe të prodhohet pasiguri. Një person i cili është i friksuar dhe një person i cili nuk ka siguri për të ardhmen e tij është shumë lehtësisht pre e obediencës ose të qenurit ose të bëhet obedient ndaj një personi i cili është më i fuqishëm. Dhe ti kur kërkon prej këtyre që krijojnë tensione, mos ta krijojnë tensionin, në fakt tani sapo ja u a dhe formulën që të krijojnë tension, që të krijojnë njerëz të bindur. Domethënë është një rreth vicioz të cilin ne
ndoshta me shumë me dashje ose pa dashje disa bëhen pjesa asaj. Dhe sa e rrezikshme është të jesh konformist me çdo kusht, se do të krejt jemi konformist disi, se në një moment ne të gjithë lishojmë por kur je konformist për bindjet e tua, kur je konformist për atë që ti beson, kur ke frikë ta thuash atë që mendon vetëm se mos dënohesh, sa e rrezikshme është kjo për shoqërinë. Çfarë shoqërie krijohet atëherë? Krijohet një shoqëri pa të menduar në mënyrë kritike, do thotë gjithçka që servohet merret si e tillë, e gatshme, pa ndoshta atë sensin e autenticitetit ose originalitetit, kështu që sa më shumë që krijohet një shoqëri e tillë, aq më shumë krijohet një stad, do të themi, të menduarit grupore, e cila shkon në mënyrë të verbër pas ndjekësit të saj ose të tij. Në fund, si të mbrohesh e tham, po në qoftë se kemi një shqetësim dhe tash po të pyes kështu tamam si profesioniste fitore Bajrami Abdi, sa herë do t'i duhet një njeriu një këshill me një profesionist si ti? Për të funksionuar normalisht në këtë vendin tonë. Për të funksionuar shëndetshëm. Atëherë kur e shef që kapacitetet e tua nuk janë të mjaftueshme. Atëherë kur për shkak se është një rreth vicioz që çdo herë ne jemi të vetëdijshëm se futemi në atë vorbullën e zezë. Në qoftë se për një periudhë më të gjatë kohore tentativat e tua janë të pasuksesshme, atëherë mendoj që është koha për të kërkuar ndihmë. Po jo detyrimisht duhet të ketë një problem. Do thonë ndonjëherë është mirë për pra është kjo trysnia që them që na vjen nga jashtë se në fakt arsyeja pse desha ta diskutoj është pikërisht kjo që jo të pazorisht ke problem, ndërkohë që ti vazhdimisht në një ankth dhe nuk e kupton se nga të vjen dhe kjo pastaj apo në gjithë shoqërinë krijon atë tension dhe agresivitet. Është përgjegjësia jonë, Nazim, se sa edhe ne ofrojmë, do të thonë unë nisem prej përgjegjësisë time. Dhe në qoftë se investimi im ka qenë në akademi gjithmonë, atëherë një pjesë të përgjegjësisë e mbajmë edhe ne. Sa realisht të tjerët mund të përfitojnë prej asaj që unë mund të jap dhe kur jam e gatshme ta jap atë shërbim ose atë trajtim. Sigurisht që ti e bën këtë në formë profesionale, por ideja është nuk duhet të kemi frikë ta folim një herë. Dhe para se ta mbyllim, dua të më premtosh që kur të dalin tema të tjera, do vish sërish për të diskutuar edhe konkretisht. Unë kisha dëshirë të diskutoj edhe elemente të tjera, por kaq na lejon ky podcast, sidomos faktin që shpesh e vëmre që njerëzit janë bërë voajer, më tepër rinë e shohin se çfarë bëjnë të tjerët, sesa marrin hapa vetë për të ndryshuar veten dhe shoqërinë. Por kjo është një temë tjetër e madhe, po. Do ta lëm për një herë tjetër. Ne temi asaj konfuziteti i përgjegjësisë, është se gjithmonë le ta bëj tjetri. Po, edhe kjo lidhet shpesh me përgjegjësinë. Ka një eksperiment shumë të mirë në psikologji sociale për këtë. Atëherë më premton që do vish ta flasim këtë. Patjetër. Okej, dakor, këtu do ta mbyllim. Ishte kënaqësi që ti kisha pas një kohe gjithmonë e këndshme edhe në shpjegime, kështu që faleminderit që ishe pjesë e këtij podcasti. Faleminderit shumë, Nazim, kënaqësia është e imja. Të dashur ndjekës, këtu do të mbyllim këtë podcast pak të diktuar nga tensionet e mëdha se si na ndikojnë në psikologjinë tonë, por sërish do të vim tek ju pas disa ditësh. Deri atëherë, mirupafshim.